Qytetarët e Korçës kanë përjetuar momente të veçanta falë organizimit të ditës së shahut në këtë qytet. Për herë të parë, pedonalja e këtij qyteti është mbuluar nga gatrorët e sportit të mendjes. Ky është aktiviteti i parë organizuar në konceptin e shahut në rrugë, me qëllim sensibilizimin e qytetit dhe veçanërisht të shkollave për sa i përket sportit të shahut. Shahu në rrugë erdhi si një bashkëpunim mes Federatës Shqiptare të Shahut, Bashkisë së Qytetit, kontributit të veçantë të kreut të Federatës zotit Erzar Taçi, si dhe ndihmës së pazëvendësueshme të dy mjeshtrave ndërkombëtar, Erald Dervishi dhe Fatos Muça. Në këtë turne ishte i pranishëm dhe zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cili preferoi të ndjek disa nga ndeshjet e shahut të zhvilluara për bashkëqytetarëve të tij. Kreu i Federatës së Shahut zoti Erzar Taçi shpreu kënaqësinë që ky sport tashmë ka marrë për masat që i takojnë në shoqërinë shqiptare. Zoti Taçi premtoi ngritjen e një akademie shahu në Korçë, edhe përmes angazhimit dhe kontributit të mëtejshëm personal, në mënyrë që sporti i mendjes të shtrihet më tej, që nga nxënësit e shkollave dhe deri tek brezi i tretë. Uroj një mirëseardhje të ngrohtë nxënësve të shkollave. Ky eveniment sot zhvillohet në kuadër të programit Federatës Shahut për masivizimin dhe implementimin e lojës shahut në programet shkollore, gjithashtu dhe rivendosjen e një tradite të lojës bukur shahut në gjithë Shqipërinë. Për këtë aktivitet dua të falenderoj Bashkinë e Korçës dhe kryetarin e saj që ndihmuan në realizimin e këtij aktiviteti dhe ju premtojmë që Korça do jetë një nga pikat kryesore të programit ton për zhvillimin e lojës bukur shahut dhe krijimin e akademie pikërisht në këtë qytet. Kryetari i Bashkisë së Korçës, zoti Sotiraq Filo, tha se këto evenimente ndikojnë pozitivisht edhe për imazhin e Korçës, i njohur për qytetari. Unë kam një kënaqësi të veçantë ta përshëndes këtë aktivitet të sotëm. Sporti i shahut vazhdon të kultivohet edhe sot në qytetin e Korçës, ka një traditë teshme në këtë qytet dhe vazhdon të ushtrohet edhe sot, sidomos në lulishtet e qytetit, po dhe në pjesën sportive të tij. Dëshiroj të uroj në fund fare suksese këtij aktiviteti, që është i pari, po jo i fundit në aktivitetet që do të organizohen pikërisht për këtë sport në qytetin e Korçës. Impresione për këtë ditë të veçantë shpreu dhe shahisti profesionist Erald Dervishi. Sporti i shahut është një sport me traditë në Shqipëri. Ka bërë pjesë gjithmonë tek sportet elitare, por nga ana tjetër sporti i shahut është i dashuruar nga publiku i gjerë, shqiptar, është i dashuruar nga moshat e reja, siç e pat edhe pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Ka një interesim shumë të madh, të prindërve që të afrojnë fëmijët e tyre pranë sportit të shahut. Ka një interesim shumë të madh edhe nga vetë fëmijët në momentin që afrohen para sportit të shahut për të vazhduar më tej. Ne fillimisht do të mundohemi të organizojmë, të implementojmë sportin e shahut si program shkollor, në të njëjtën kohë do mundohemi në një kohë sa më të shkurtër të krijojmë, të hapim një akademi rajonale shahistike këtu në Korçë. Në pedonaljen e qytetit Juglindor u zhvilluan simultane mes fituesve të kampionateve të shkollave nëntëvjeçare, ndeshje mes lojtarëve amator, ku përfshin përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile. Sipas krerëve të Federatës, qyteti i Korçës u zgjodh pasi ishte një shqetësim mos pjesëmarrja e klubit sportiv Skënderbeu prej 3 vitesh në aktivitetet kombëtare të shahut.